Gjëja unë që dua të them është që kisha tezën aty, por e kisha shumë lart. Edhe tezja kur po kërceja unë në kërcimin e dytë, kur po kërceja që po bëja një lëvizje shumë të bukur, që po më binin flokët, po më thirriste tezja dhe unë nuk e varja fare, dhe unë nuk e pash tezën, edhe nuk e dija fare që ishte në skenë. Bëra një gabim të vogël, që e fillova kërcimin para dhe kur po hapja këtë duart, nuk i hapa, por i bëra. Edhe më kanë thënë gjithmonë mësuesit e mi mos e nxito kërcimin. Po që të bëjëm? Fëmija ju. Unë kur fillova të kërceja, mami po më filmonte dhe unë nuk po e shikoja. Po mami ndërkohë kur përjaçonte babit, babi kur mbarova kërcimin gjithë shfaqen, babi më mori në telefon dhe më tha që nuk po më shifte. Kur shkuam në shtëpi më mori prap dhe ne ja treguam se kush isha unë, po akoma nuk po më shifte. Ndërkohë mami kur ishte në skenë aty, unë kisha shumë turp, po kur po iknim nuk po e shikoja dhe më kapi paniku se nuk e di se kur do ikja. Po mami ishte shumë larg dhe unë nuk e pash.